bashkëdhetar kudo që ndodheni. Nga studia televizionit Një Dritare, ju përshëndes me zemër dhe ju uroj shikim të këndshëm. Një urim special shkon për drejtorin e televizionit Një Dritare, i cili është kthyer tani në shtëpinë e tij me familjarët dhe i urojmë shëndet të plot dhe t'ja kalojnë sa më bukur këto festa. Sonte kemi një të ftuar speciale, mund të them, por më shumë se speciale. Ajo është poete, shkrimtare, këngëtare, po çfarë mund të them tjetër unë? Jam e kënaqur dhe e lumtur që kam në lidhje direkte nga Zvicra shkrimtaren, këngëtaren, poeten, dramaturgën, gjitha po ja numroj, Tatine Kalimashi. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në studion tonë. Kënaqësi që të kemi sonte me ne. Mirëmbrëma dhe faleminderit juve që jeni sonte këtu së bashku me mua për ftesën, për këtë bashkëbisedim që do ta zhvillojmë dhe është një nder para të gjitha që kam pas fatin përmes rrjeteve sociale, virtuale, ta njoh profesorin Gjenosa, i cili gjithmonë më ka mbështetur me vargjet, përderisa shpërndante vazhdimisht krijimtarinë time, duke vlerësuar lart edhe duke thënë që unë kam parë në rrjetet sociale që ai kishte një problem shëndetësor, edhe unë nga zemra i uroj shëndet, dhe gëzojmë që ka dalë nga spitali dhe shpresojmë që t'ja del gjithmonë siç ka qenë deri me tani i fort dhe me besimin që ka sigurisht në vetvete dhe gjithë dashamirët që i urojmë shëndet dhe gjithë të mirat. Faleminderit. Por të njihemi nga pak me Fatinën. Shumica e dëgjuesve të njohin, sepse ke vite që merresh me artin, por tek ne është nata e parë që je ftuar dhe unë do kisha dëshirë të dija më tepër për kujtimet e tua, vendlindjen dhe më pas do flasim edhe për emigrimin. Një pyetje që rrallëherë bëhet, sepse flasim zakonisht për krijimtarinë, për të arriturat. Për krijimtarinë do flasim. Po gjithmonë neve na bëjmë gjithmonë ata që jemi duke menduar të kaluarën, duke përjetuar dhe duke mos e harruar, që ta dim se kush kemi qenë dhe kush jemi. Kujtimet e bukura gjithmonë janë nostalgji. Gjithmonë na bëjnë të jetojmë me të bukurën. Por në jetë kuptohet se siç ka ngritje, ka edhe rënje. Jeta është e tillë, por gjithmonë edhe nga ato peripecit, edhe ato që kemi rënë, kemi mësuar shumë çka. Andaj edhe sot ja dim rëndësinë, ja dim vlerën dhe mund të them që ndoshta jo rastësisht janë edhe ato përveç kujtimeve të bukura, sepse ato na formojnë, na formësojnë dhe na rritin, na kalitin dhe na bëjmë ato që jemi sot. Po, patjetër. Ju keni lindur në Kosovë? Kam lindur në Kosovë, në fshatin e Ratkos komunë e Rauvecit, jam rritur atje, jam shkolluar dhe më pas jam fejuar dhe jam martuar, kam ardhur në Zvicër. Shkollën fillore sigurisht që e kam mbaruar atje dhe gjimnazin. Në krijimtari jam marrë që nga femëria, gjithashtu edhe me këngë, por ju e dini të gjithë se siç kanë qenë kohërat më përparme, por megjithatë talenti lind, sado që neve a punojmë as punojmë, por gjithmonë atë pasuri, ato surse, ato potenciale i kemi, por është një lloj pasurie që ti sa herë që ke nevojë për ta përdorur, e ke me vete. Kur ty të nevojitet apo në kohët ndoshta më të nevojshme dhe ti kur je gati për t'i përdorur ato surse. Kështu të ka ndodhur tekon. Poezia tek ti ka trukitur që në moshë të re, pasi e lexova, por unë do bëja një pyetje tjetër.
Është ndalur ndonjëherë poezia nga ti, është larguar në çastet e veçanta? Ka ndodhur? Jo, nuk është larguar, ndoshta ka mund të jetë më e zbehur, nëse unë nuk kam punuar. Dhe kam menduar që kur shkruaj vargje, kur e shkruaj një temë, trajtoj, kam thënë, po pastaj, çfarë kam për të bërë? Çfarë kam për të shkruar, për të trajtuar? Dhe më ka ndodhur, nëse nuk e kam trajtuar atë frymëzim që më ka ardhur, nuk e kam kapur atë çast për të shkruar, më ka humbur. Edhe kam thënë, prit, kam mësuar shumë sepse duhet ta respektoj atë ndjenjë, ta respektoj atë frymëzim, atë inspirim, sepse është një fuqi, është një dhunti që duhet falendëruar Zotin. Nuk mund ta mendosh ti për çfarë shkruash apo çfarë të bësh. Por nëse vjen ai burimi yti, merr dhe shprehe, vendosen e letër për cilë atë mesazh. Në fakt, po, pastaj më ka ndodhur që sa më tepër që kam shkruar, kisha më tepër frymëzim dhe vargje akoma më të bukura, akoma më të mira, akoma më të thelluara. Dhe këto më kanë bërë me kuptuar që shumë është e rëndësishme që ta respektosh emocionin, ta respektosh frymëzimin, ta kapësh momentin, që mos ta lësh të ikësh, sepse nuk është që zbehet, nuk është që humb, nuk është që të hargjohet, por vetëm sa bëhet akoma më e bukur, sikur një burim uji, një pus apo ne vejtojmë një bunar. Nëse nuk e përdorëm ato, e bëhet I papishëm. Njëjtë ndodh edhe me vargun në poezinë. Sa më tepër që përdoresh, domethënë ke rrjedh dhe ke burim më tepër. Po, kjo ishte një përgjigje shumë e vlefshme. Pra, me sa kuptova dhe unë nga vetja ime, e kuptoj këtë që nuk është poezia që largohet nga ne, por jemi ne nga njëherë që nuk kemi kohë ta mbajmë brenda nesh, sepse jeta është duke vrapuar, kemi punë shumë, pra nuk e kemi profesion, dhe kjo ishte më sa e saktë dhe është me të vërtetë e saktë që nuk është ajo që largohet, po jemi ne që nga njëherë e shtyjmë. Ose nuk nuk e respektojmë, sepse nuk jemi të gatshëm, kemi shumë punë për të bërë dhe e marrëm, ndërsa tek disa persona është ndoshta më thënë që e kërkojnë për të pasur dhe ndoshta kanë problem për ta gjetur apo për ta kapur. Ndërsa neve nuk duhet ta përbuzemi atë pasuri, duhet ta kapëm sa më tepër që ta përjetojmë dhe ta përquajmë, ta përcjellëm, sepse gjithmonë përmes vargut ju e dini shumë mirë se ne përcjellëm mesazhe shumë të rëndësishme për të tjerët, për ata që duan të lexojnë, duan të ndjejnë, duan të mësojnë dhe thënë me pak vargje mund të thuash shumë çka, mund të thuash një jetë, një ngjarje, një histori. Kjo është më së vërtetë. Ju keni shkruar 13 libra, se nuk gabohem, korrigjohem se gabohem, gjithsej të publikuara, të botuara, I kam 15 libra. Para inteligencë shpeshherë. Që zote që kemi filluar që nga femëria të mirëm me shkrime, me poezi, me... Inteligenca artificiale ka dhënë kohë të fundit, e kemi përmendim për disa gjëra, por ne kemi shkuar kur ishte lapsi e letra, e se ekzistonte telefoni. Po, pena, kur është ajo e artë, ajo sigurisht që tregon gjithmonë atë që kemi neve në shpirt dhe nuk mund të ndikohemi nga gjëra tjera. Jemi vetë ata që jemi original dhe I kemi ato mundësi për të bërë gjërat e bukura, për të krijuar gjërat e bukura. Prandaj edhe kemi emrin krijues, sepse krijojmë gjërat e bukura. Nëse një krijues nuk fut tek inteligjenca artificiale diçka të krijuar bukur, inteligjenca artificiale të zgjidhë atë të keqen, kopjen më të keqe tonë që është e rëndësishme të shkruash bukur
edhe të ndihmohesh nëse ke nevojë për diçka, për një korrigjim të shpejtë diçka. Po të krijosh një inteligjencë artificiale është një e identitetit, mund të them. Sigurisht. Atëherë, mund ta flasësh për librat tuaj, si ke të tuaj? Librin e parë kur e kam botuar ishte më tepër një përjetim sepse shkëputja nga vendlindja, nga familja, nga rrethi, nga shoqëria, nga shkolla, nga gjithçka ka qenë të drejtën si për secilin nga ne që kemi lënë gjithçka që kemi ndërtuar në familjet tona, në shtëpitë tona dhe kemi dalë kemi bustuar për një vend krejtësisht tjetër, pra në Perëndim, nga lindja Perëndim, por që libri i parë ka qenë më tepër rrëfim apo them poezi apo vargje përjetuese, sepse nga një kulturë tjetër, nga një vend me një vend tjetër, shohë huaj, njerëz të huaj, njerëz të stofshëm, por që ti veç duhet me apo pa dashje të pajtohesh me jetën, të pajtohesh me faktin, me realitetin dhe me gjithçka që të rrethon. Sigurisht që librin e parë kam titulluar Shtektimet e shpirtit, sepse ka qenë vetë shpirti që më shtektonte pikërisht me vargun, pavarësisht largësisë që isha fizikisht, por shpirtërisht, emocionalisht isha lidhur gjithmonë me vendin dhe me njerëzit. Kam qenë shumë e lidhur me njerëzit, jo vetëm me prindrit familjarët, por edhe me shoqërinë dhe me të gjithë. Edhe pastaj librin e dytë e kam titulluar Në universin e dashurisë, sepse edhe pothuajse në atë kohë martova. Dashuria sigurisht që është hyrore, por kam bërë përmbledhjen e poezive për dashuri, jo vetëm dashurinë jetësore, por ato universale. Domethënë dashurinë për familjen, dashurinë për vendin, dashurinë për gjithçka që ekziston në univers. Pastaj kam bërë një gjuhën frëngë, kur nuk punoja kërkonin që libri t'i ketë disa poezi në gjuhën frënge që t'i kuptonin vargjet e mia, e kam titulluar Vajazh, është udhëtoj, pra. Dhe pastaj kanë qenë edhe libra tjerë, Kosova në sytë e mi, Dashuri e bekuar, Fati së hishëm dhe disa të tjerë, Dashuri e mallit e pashuar, kuptohet, Varka e kujtime, po zoj po qisha, mos të na ndaj, Dashuria e bekuar, poezi, Lumi e ëndrave tona, disa këtu. Kosova në sytë e mi, poezi edhe ajo, dhe jetë një libër shumë i bukur prej mallit që ke për Kosovën vazhdimisht. Po sigurisht sepse dhe gjithmonë unë jam e lidhur shumë me Kosovën dhe shkoj ku të shkoj edhe në vende të tjera jashtë Zvicrës, sikur në Kosovë nuk e gjej veten askund. Aty kam kujtimet më të bukura, edhe të fëmijërisë, edhe kur jam rritur, por edhe kur shkoj që kthehem jo vetëm për pushime, po edhe për punë, për angazhime, projekte të tjera. Dhe kështu e kam një copë të shpirtit atje dhe sa herë që shkoj e vi e bart me vete, kështu që e kam titulluar Kosova në sytë e mi, sepse përveç në sytë është në shpirtin tim dhe gjithmonë edhe këtu kur jam e shikoj Kosovën gjithmonë. Me sytë e shpirtit. Pema e dashurisë, libri i 12, nëse nuk gaboj numrin. Më mirë i keni ju aty të dhënë, aty keni marrë informacije se sa. Po tjetër, i kam, prandaj po vazhdoj me titrit paktën, por se përmbajtjen dhe temat me fjalë stilin që ke përdorur, atë e din ti më mirë se unë për librat tuaj. Sigurisht, por gjithmonë duke u bazuar vërtet
Gjithmonë bazohem shpesh herë në titullin dhe në kopertinat, sepse titulli gjithmonë është ajo që tregon përmbajtjen, sikur emri që tregon identitetin, domethënë jemi, por kush është Fatimja dhe kush është Marigona, po kush është Shqipja. Dhe në fakt po, në bazë të poezive pastaj të tëllojmë edhe librat. Siç ka qenë libri për shembull Zë i fuqishëm, fati stuhishëm, zë, domethënë gjithmonë ka qenë zëri i gruas që t'jeti fuqishëm, por edhe një fat i stuhishëm gjithmonë ka treguar forcën e gruas. Forcën e brendshme që ajo përmes zërit të brendshëm gjithmonë ka reflektuar, por që me kujdesin e saj përmes bargut ka thyer tabu, ka shndruar gjithmonë edhe rësirë në dritë dhe me ato stuhit të dallgët e jetës, ajo gjithmonë ka gjetë qetësinë dhe ka reflektuar gjithmonë pozitivisht dhe ka ndriçuar si një rrezë dielli. Patjetër ka sfiduar jetën me mënyrën më të mirë të mundshme. Kemi edhe Shkriptima shpirti. Okej. Shkriptima shpirti, po edhe gjithmonë tash ju që mireni me art, gjithmonë krijuesit atë që nxjerrin e pa gjithmonë janë gjërat që shohin nga brenda dhe ata nuk janë të krijojnë gjëra veç kur shohin apo kur prekin. Ata janë aq të ndjeshëm dhe intuita e tyre, shpirti i tyre ju flet ndryshe dhe shohin përtej kufive, përtej bjeshkëve dhe gjithmonë me atë ndjenjen, me atë fuqinë, me atë energjinë që kanë, ato shkriptimat i marrin dhe gjithmonë krijojnë gjëra pikërisht duke i lidhur zinxhir dhe duke krijuar nga pjesët më të bukura, nga ëndrat më të bukura, nga gjërat më të bukura dhe gjithmonë përpiqen edhe gjërat kur nuk janë në terezi, kur nuk janë në rrugë apo kur nuk janë përperi, atëherë mundohen që gjithmonë të tregojnë atë pozitivitetin dhe gjithmonë të reflektojnë pjesën më pozitive dhe më të bukur. Duke i zbutur këto gjëra, se nuk mund t'i mohojmë dhe gjërat negative, por që kur kemi mundësi që t'i zbërthejmë dhe t'i qesim në pa gjithmonë pjesë më të bukura. Pse jo? Pa na shkaluar asnjëherë të keqen, se e keqja ekziston, e shëmtuara ekziston dhe duhet goditur nëpërmjet vargut. Por shpresa dhe e bukura janë ata që na mbajnë në jetë dhe duhet vazhdojmë gjithmonë. Patjetër. Ju keni shkruar dhe romanin Fatimja. Pjesa e parë, Prishtinë 2025. Do kisha dëshirë narrativën e këtij romani. Kush është personazhi kryesor? Historia brenda saj, brenda romanit. Romani Fatimja është një temë shumë ndjeshme, por është një realitet i personazhit, por personazhi nuk është Fatimja, mund të jetë edhe një Fatime tjetër edhe shumë Fatime të tjera, por që Fatimja ka qenë ajo por ndoshta krijuesja, ajo gruaja e fortë që ka guxuar për të marrë një përgjegjësi, për të marrur guxim dhe për të shkruar për fatin e shumë Fatimeve. Dhe tash nuk mund të them që Fatimja ka vendosur për titullin, pra për ta titulluar romanin Fatimja, por që deshi fati që përmes analizave, përmes atyre personaliteteve që kanë punuar shumë në këtë libër,
duke detajuar çdo detaj, duke analizuar dhe ka menduar që ky libër do të kishte qenë mirë të titullohet pikërisht Fatimia. Por ajo që mbetet për ta pëlqyer dhe për të bërë më tepër kurrështare është kopertina, sepse kopertina e librit është disi shumë interesante, vetë libri që ora afër vetes është pikërisht kjo figurë, pra kjo pikturë shumë e rëndësishme që është loti i art. Shumë delikate. Po, ka qenë kjo pjesa parë, me qenë se ky roman është shkruar dhe ka përfunduar para 10 viteve, pjesërisht, pra është shkruar pjesë në bazë të etapëve dhe rasteve apo viteve, përjetimeve dhe të kaluarës. Pastaj edhe nuk ishte në plan për të botuar, sepse thoja që ndoshta një ditë më vonë do të botohet, do të del në dritë, por me insistimin e fëmijëve, sepse tani janë të rritur, të gjithë janë të pjekur dhe dinë rëndësien jo vetëm të nanës, të prindrit, por edhe të gruas. Dhe ata sigurisht dhe ata thonin nanë tani është koha, dhe duke pas parasysh një ndryshim kohëve, pra sepse vërtet ne investojmë nga e kaluara, por tani që për t'ju treguar edhe gjeneratave të reja edhe brezit të tashëm, siç i kemi fëmijët ne, një gjeneratë ndryshe, që nuk kanë ndoshta një përjetim sikur nanat, sikur gjyshet e tyre, dhe kjo do të kishte qenë mirë, dhe për atë arsye dhe kam botuar, me thonin fëmijët nanë do të na shërben shumë neve, ta kuptojmë rëndësinë jo vetëm të nanave, të gjysheve, po edhe të vuajtjeve tuaja, dhe që s'jeni dorëzuar asnjëherë dhe keni ruajtur familjen, e keni mbajtur familjen, por gjithmonë e keni ruajtur edhe atë dashamirësinë për të tjerët, respektin, dhe keni qenë gjithmonë afër atyre që kanë pasur nevojë. Ndërsa sot tonë kemi të gjithë, por mungojnë ajo ndjeshmëria, ai humanizmi dhe ato virtytet më të rëndësishme njerëzore. Nuk flas për të gjithë, por në shumicën e rasteve. Dhe për atë arsye kam vendos, pse jo, mos ta votoj, që ndoshta dhe padyshim jam më se bindur dhe më se sigurt që ky libër do të shërbej shumë për gjithë ata persona, qofshin gra, qofshin burra, qofshin fëmijë, qofshin vajza, që ka për t'ju shërbyer shumë dhe kanë për të mësuar shumë dhe për të pasur besim në veten e tyre, dhe gjithçka që kërkojnë në jetë mund ta gjejnë pikërisht tek vetja, vetëm pse duhet luftuar, duhet guxuar, duhet të jenë të matur, të kujdesshëm, dhe duhet veç me punë dhe me durim arrihet gjithçka. Sigurisht që për të qenë ata që dëshirojnë, gjithçka është e kushtueshme. Po, patjetër. Dhe po të punojmë shumë me veten, siç thua ti, me mund edhe me djerë, gjithçka bëhet me studime. Ashtu sikur dhe ju keni bërë, jo pak, po shumë, përveç librave. Ju jeni themeluese e festivalit folklorik mbarkumtar I Lirët Jehon 2025. A mund të na flisni pak për këtë festival? Dhe më pas do kalojmë përsëri tek talentet tuaja. Talentet edhe këtu. E shikoni se asnjëherë njeriu gjatë jetës, gjatë udhëtimit, kur duam të ngritemi, shkojmë pa e kaluar një shkallë, një hap, nuk mund të bëjmë 10 hapa më tepër. As nuk mund të ngjitemi në katin e 5 pa kaluar katin e parë. Kështu ka ndodhur edhe me mua, me krijimtarin, me jetën, me sfidat, me të arriturat, me sukseset. Gjithmonë duke u përballur me vështirësitë, por vetëm duke u përballur me vështirësitë, neve arrim të kuptojmë forcën tonë të mbrëmshme. Dhe ajo forca jonë e mbrëmshme, kur kemi qëllime të mira, pavarësisht stuhive,
prap se prap jemi ata na që mund të arrim gjithçka, për t'i kapërcyer ato vështirësi, sikur dallgat. Po ditë të jesh një notar i mirë, atëherë dhe ti do të notosh dhe do ti kalosh ato sfida. Sigurisht që i ke për t'u lodhur, por megjithatë ja ke dalër. Dhe asnjëherë nuk na pyesin njerëzit sa kohë ke bërë për të arritur, për të shkruar, për të bërë këtë, po si e ke bërë dhe si vlerësohet nga të tjerët, sigurisht. Edhe për festivalin, duke pas parasysh që në krijimtari isha në rregull, isha mesatare. Unë gjithmonë kam qenë me modesti. Në këndim gjithashtu. Dhe duke pas parasysh kam punuar, kam qenë edhe koordinatore në shkollet shqipe me disa shoqëri dhe me disa shoqata të tjera, edhe kam thënë, po ajo që mungon këtu në Zvicër është i vetmi për t'i bashkuar dhe për të promovuar vlerat kombëtare, është një festival. Edhe ideja ka qenë për ta themeluar dhe për ta realizuar. Sigurisht që punë është të dashur të bëj kogja shumë, jo vetëm unë, por edhe me kolegë, me ata që i kisha në staf, por gjithçka e mundur. Edhe pse ishte një përvojë krejt ndryshe, sepse unë kam themeluar bashkë me dy shoqet e mia, bashkë themeluese kam qenë e festivalit në Kosovë, do të thotë Suareka na bashkon për persona me aftësi të kufizuar, por që në Kosovë kam thënë është krejtësisht ndryshe, sepse kemi një gjumë, kemi një të njëjtën kulturë, nuk kemi komunitete të ndryshme përveç 2-3 komuniteteve. Dhe do ta kemë të lehtë, sigurisht mbështetjen dhe mirëkuptimin e të gjithë të artistëve. Por në një vend të huaj, ku kemi mbi 156 komunitete në kantonin e Lozanës, ku jemi këtu, do të jetë pak e vështirë, por do të provojmë. Më mirë të provojmë se sa të humbasim edhe pa provuar. Dhe vërtet ky festival ka bërë një jehon ku jam shumë e lumtur dhe në këtë rast dhe në gjithmonë kam falenderuar edhe para kësaj interviste, por edhe tani do të vazhdoj gjithmonë tutje, i falenderoj gjithë ata që më kanë mbështetur, më kanë mirë kuptuar, më kanë besuar, sepse besimi është diçka shumë e rëndësishme, dhe grupet artistike që kanë qenë perfekte, kanë qenë të motivuar, kanë qenë të kompletuar, miqt, dashamirët, dhe shoqërinë kulturore sigurisht pa anashkaluar, shoqërinë kulturore ku jam edhe vetë pjesë i lirëve, pra e cila tash e 31 vite është funksionale dhe promovon kulturën shqiptare. Dhe ja, u realizua një festival në Zvicër, edicioni i parë me gjithçka profesionale, dhe ajo bëri një jehon ku sa herë që kam takime, aktivitetet e tjera në vende në Zvicrën gjermane apo në vende tjera, gjithmonë është e pamundur që mos të diskutohet për festivalin, edhe pse e ka kaluar një muaj që është ka mbaruar, pra që është bërë, dhe ato emocionet, ja, kujtimet, siç më bëre pyetjen e parë, se çfarë janë kujtimet e nostalgjisë, sepse kujtimet e bukura janë ato kur ti ecesh në atë udhtim dhe të kanë ngelur gjithmonë për jetim shpirti, dhe është e pamundur që të harrohen kujtimet e bukura, sigurisht. Ja, është e vërtet. Kujtimet e bukura ashtu si edhe jo shumë të bukura, gjithmonë ngelin në kujtesë dhe bëjnë të jemi ato që jemi sot. Rruga hapa që bëjnë, nuk diskutohet. Ti je anëtare e leksionit të autorëve shqiptar të cilët jetojnë në Zvicër. Kohë dhe për pikëshmëri, sepse duhet të marr informata nga secili krijues dhe shpesh herë ato sigurisht që duhet të kenë jo më pak se 3 dallime, dhe duke pas parasysh që njerëzit kanë shkruar shumë, por që ka të tillë ka krijues që nuk kanë botuar. Dhe ne këtu kemi edhe shoqërinë, pra
e cila shoqat e krijuesve shqiptar këtu në Zvicër, SHKSZ, por që vitet më pashme ka qenë gjithmonë aktive, ka promovu vërtet një art të mirëfillt, vargje ku gjithmonë artistët, krijuesit kanë promovuar jo vetëm vargun, poezinë, por edhe librat e tyre, duke u angazhuar herë në Zvicrën gjermanofolse, herë në Zvicrën frankofolse, por që tani që nga largimi i tyre në këtë shoqat, disi po thuaj se gjërat janë zbehur, ku në atë kohë isha edhe në kryesi, por edhe unë tani nuk jam as në kryesi dhe nuk e di, nuk është më siç ka qenë më përpara dhe ndoshta edhe angazhimet e tepërta, familjet tani janë rritur ndoshta edhe angazhimet familjare dhe ato sigurisht të punëve dhe të shoqërisë, por që për fat të keq mund të them që e vetmja pjesë që na mungon tani për tani, që është zbehur dhe ka rënje, është pikërisht kjo pjesa e intelektualëve, pra angazhimi i tyre në sekretari. Ndihmohen intelektualët, shkrimtarët e Zvicrës nga të diasporës, mund të themi, por personalisht flasim për Zvicrën, se ti jeton në Zvicër dhe je brenda artit dhe drejtuese, mund të themi shumë. Ndihmohet nga Kosova, nga ministrit, apo duhet më tepër? Jo. Neve bëm, po thuaj se në diaspora jemi lënë pas dore. Neve bëm gjithçka nga vetë vullneti, nga të ardhurat tona, por që të gjitha ata persona që janë larg vendeve të tyre, larg adeut të tyre, larg familjarëve të tyre, ata ja dinë rëndësinë çdo gjëje, sepse gjithmonë me atë copën e mallit, me atë dhimbjen e shpirtit që e bartin, ata nuk mund të harrojnë atë vend, nuk mund të harrojnë ato kujtime të bukura dhe frymojnë për atë vend, edhe pse fizikisht jemi këtu, ne flem këtu, por ëndrat e shohim në vendlindje dhe nuk pavarësisht që kemi. Kjo është vërtet, po sikur diaspora të ndihmohet pak më shumë, asgjë nuk do zbehet. Sigurisht. Ndërsa ne po të bëjmë gjithmonë nga xhepi ynë për shkollën, për traditat, për librin, për gjithçka, normal se vinë e zbehen pastaj disa aktivitete, mund të themi. Se dashuria për ne nuk bëhet kurrë. Sigurisht, por mendoj që jemi ne ata që duhet pikërisht që të japëm nga vetja për fëmijët e tanë, për vëllezërit e arshëm, që t'jemi një pasqyrë, t'jemi një model, sepse nëse ne nuk bëjmë, atëherë presim nga ministria, presim nga shteti, presim nga të tjerët, ku mbetemi. Kështu që ne do të bëjmë. Pak për krahje, ndoshta nuk lënë që të zbehen disa pika që janë shumë të rëndësishme për diasporën. Sigurisht janë të rëndësishme. Por që secilit bëj për vendin e tij, jam komplet dakord. Sigurisht. Po të kishim mbështetje, unë e them të drejtën, po unë personalisht kam mbështetje, do të bëja akoma më tepër. Sepse nuk e unë nuk e njoh, më thon shpeshherë ku e marrësh këtë energji. A je lodh? Tham, nuk di çfarë është lodhja. Në momentin që lodhem, pushoj pak edhe vazhdoj prap. Por që vërtet sikur të kishim të ardhura. Mbështetje është fjala, gjithmonë se çdo gjë kushton. Ekonomike, tjera epidemike. Kërkon kosto sigurisht, por që po të kishim mbështetje, unë jam e sigurt që do të bënim akoma më shumë. Do të ndriçonim akoma për te kufive më tepër. Shumë horizonti. Po le t'i kthehemi ndriçimit të këngës tani. Fatimja si këngëtare. Sa videoklipe ke realizuar? Tekstet i ke shkruar gjithmonë vetë apo në bashkëpunim?
Po, kam disa, edhe për këngë, ja, unë kam qenë ai person që gjithmonë kam bërë diçka vetëm për të zbrazur për thesin, për të zbrazur valigjen. Sepse ato kujtimet e mia në valigje brenda dhe për të zbrazur, për të mbushur, për të zbrazur sa herë kam udhëtuar. Do të thotë sa herë kam udhëtuar me mendimet e mia, me dëshirat, me ëndrat. Por që asnjëherë nuk i kam bërë për dekor, për të shikuar se çfarë kam bler, çfarë kam dhënë, çfarë kam promovuar. Por sigurisht me kalimin prapë të kohës, edhe fëmijët me thonë, o non, a je vetëdijshme për aftësitë që i ke, për talenten që i ke, për gjithë këtë energji, sepse njerëzit ta kanë zili, gjithë kërkojnë të kenë po këtë energji. I thamë, po për mua është normale, po thonë për ty po për të tjerët nuk është. Dhe ata me insistimin e tyre kërkojnë që të bëj klipe, sepse unë kam kënduar gjithmonë dhe kam vazhduar, por asnjëherë si kam dhënë rëndësi, do thotë për diçka vetëm pasionin tim, kaq. Por tani nga pleqëria, nga kur i kalon të 5 vjetat. Pleqëria se di se ku po hajde. Dhe themi, po pse mos lëm gjurmë edhe ne disa jemi të forta, sepse pastaj edhe mosha, ndoshta nuk e kemi më atë fuqinë, nuk e kemi ndoshta atë vullnetin dhe ndryshojnë mendimet, kështu që pse jo ta bëjmë ndonjë këngë. Edhe pse kam shumë këngë pa bërë klip, por kam repertor shumë të gjatë. Kam një bagazh. Atë regjia na bëj që dëgjojmë zërin e të ftuarës ton, Fatimes, pak muzikë. Në pellë shpirt po e vuj, zemra mbi që të dal nga dal, për ty birë malim të marë. Dashnia s'ka mungu, buke të rrëbë bashkë me një sofer, me respekti madhe i vogël. Shpiz i ka rahia mërzis, lutet nana për ti mbir, veç me
të pa mire ma mirë. Nëse vdes me malin tanë, rahat shpirti s'ka me mlan. Lutet nana për t'im birë, vesh me të pa mire ma mirë. Nëse vdes me malin tanë, rahat shpirti s'ka me mlan. Nga të parët në përbreza, urujt fjalla edhe besa, gjitha të rojet arbërore, mbrojnë gjuhën to hynore. Dite nati lutem Zotit, për atë gjak të katriotit. Sofra tona mos ketë ndarje, të bashkuar zemrat shqiptare. Në çdo skaj të botës kudo ne që jemi, kombin ton ta ruajmë një atë dhe kemi, ku ka zemër që rreshit, një flamur e mba në shpirt, një flamur, një gjak, një emër, shqiptarin e ka në zemër, shqiptarin e ka në zemër. Rënje tona bim prej gjaku, plotë lulli ku që shtiz bajraku. Për ku nana ndjep të drunit, valon Shqipjan me flamurit. Toske ge kudo që jemi, një flamur të gjithë e kemi, të krishtere musliman, jem një gjak e kemi nan. Në çdo skaj të botës kudo ne që jemi, kombin ton ta ruajmë një atë dhe kemi, ku ka zemër që rreshit, një flamur e mba në shpirt, një flamur, një gjak, një emër, shqiptarin e ka në zemër, shqiptarin e ka në zemër. Në çdo skaj të botës kudo ne që jemi, kombin ton ta ruajmë një atë dhe kemi, ku ka zemër që rreshit, një flamur e mba në shpirt, një flamur, një gjak, një emër, shqiptarin e ka në zemër, shqiptarin e ka në zemër. Ja ku kthyem përsëri në studio. Sa po dëgjuam dy këngë nga ftuara jon Fatime Kalimashi, e cila, siç e pam, është e mbushur me talent, është e mbushur dhe rrezaton dritë. Dhe
Poezia e saj, unë kam zgjedhur një poezi të thjeshtë sonte ta lexoj. Dhe titullohet pikërisht Poezia. Poezia është si drita, si ajri, qielli dhe toka e ngrohtë. Burim që rrjedh nga thellësia e shpirtit, ku shehet bota në heshtje me ëndra plot. Ajo s'njeh shkollë, as rregull, as kufi. Është ëndër që ndizet ku ndjenjat i ngjall. Është ilaç për zemrën që dridhet në vetmi, ushqim për shpirtin në dritën e saj. Poezia është art, është dhuratë hyjnore, një fjalë që zgjon jetën nga heshtja e saj. Ajo nxjerr në pa fuqinë më njerëzore, ndjen që zgënjen, thot të vërtetën pa faj. Poezia është art që s'ka kufi, një dhunti që lind me dashuri. Ajo të ngjall, të prek me ndjenja të flet, të rrëfem të vërtetën me zë të ëndël dhe të qetë. Pra kjo është poezia për Fatimen. Dhe me plot zë e them se poezia është qetësi shpirti për çdo poet, mendoj unë, që ka me të vërtet muzën që rrjell, që vjen nga natyra dhe nuk përpiqet veç të shkruaj, por ka me të vërtet një muzë që rrjell nga shpirti. Fatime, poezia për ty është kjo, por mund të thush që është kënga për ty. Sa po i dëgjuam dy këngë? Albina, ju vetë jeni krijuese dhe shpesh herë kur duam të themi diçka, është i vetmi mik apo mike, mund ta quaj, është letra bardhë. Dhe aty neve derdhim ndjenjat tona, shprehemi, çajm, qeshim, këndojmë. Por është e mjaftueshme? Për disa persona jo. Dhe gjithmonë për të bërë një vepër, një kryevepër, pra për të bërë një këngë, duhet gjithmonë përdorur vargun. Sigurisht edhe për melodi që duhet përdorur notat. Dhe gjithmonë kam thënë, pse jo edhe me këngë, të përcjellë një mesazh dashurie, një mesazh që ndoshta mund të prek zemrën e dikujt. Pse jo? Dhe mendoj që ashtu si që është vargu një fuqi, është edhe kënga, edhe piktura dhe muzika, vallëzimi, por që përmes këngës unë kam zgjedh të paktën që mos ta mbaj ndoshta vetëm atë pjesën emocionale për brenda, por ta shpreh edhe me zërin tim, përmes vokalit dhe të këndoj, të ndihem edhe mirë për vete, por që shpesh herë njerëzit ndoshta nuk është e mjaftueshme vetëm të lexojnë, por ja kur jemi në makinë, kur jemi në punë mund të dëgjoj muzikë, sepse kur je duke punuar ti nuk mund të lexosh, sado që ke dëshirë. Por shpesh herë në vargun, për shembull kur lexojmë, është një lloj qetësie, kur njerëzit, unë për vetë hema si meditim, por në këtë rast të këngës është një nostalgji që ngjall shpirtin, por edhe ngrit adrenalinën shpesh herë. Qoftë për shembull kur neve jemi të mërzitur, na ngjall shpirtin, por edhe kur jemi në dëshirë, jemi të kënaqur, jemi në formë, jemi të gëzuar, të lumtur, ajo vetëm sa rritet dhe shtohet. Dhe unë në këtë rast, për shembull, me këngën ndihem më ndryshe, sepse kam komunikim edhe me publikun, kam komunikim me energjinë, dhe mundohem sadopak që t'ju vjedh zemrën dhe t'ju rrëmbej e t'i bëj për vete. Ndërsa me vargun është tjetër gjë. Por që në këtë rast këngën sapo e pash, ju falenderoj nga zemra. Gjithmonë është ajo pikërisht mallëngjimi, është lidhja shpirtënore me vendin, me prindrit, me familjarët, me rrethin ku i kemi jetue dhe jemi rrit, dhe
ka qenë kjo këngë tjetë një mesazh sepse neve tani jemi dalur, kemi ardhur në një vend huaj, kemi lënë prindrit vet, dikush për çështje ekonomike, po dikush edhe për çështje tjera, por secili ka ato të drejtat e tyre dhe vërtet nganjëherë është për keqardhje kur kemi parasysh që gjithçka që kemi ndërtu kemi lënë, paq më tepër pjesën më të madhe, më të rëndësishme që është familja, në këtë rast nënat, baballart, prindrit janë të shenjtë, të pazavendësueshëm, kur kemi parasysh që i lëmë vetëm dhe ata me mall presin fëmijët e tyre për t'u kthyer, jo vetëm për shkuar në pushime, sepse tash edhe shqyqur Zotit janë edhe mundësi që udhtojmë shumë shpesh, por edhe vinë këtu. Por tjetër gjë është kur jemi si shtektar, sepse vetmia njeriun e mbët, dhe në këtë rast prindrit për fëmijët e tyre, siç kam thënë, që është mërzit qielli dhe toka, vetëm e vete flet në nlokja, nuk dëgjohet zë fëmije, malli i tyre ndjek si hije. Dhe kjo është një vërtet që vën, por një hidhur, por që fatkeqësisht është një realitet që nuk mund t'i ikim. Mandej unë kam fatin këtu që kam edhe vjehrën, edhe për videoklipin më shkon mendja i them burrit. Burri thot vetëm që shkon për të bërë një pjesë me nënën, dhe unë i them futu në klip edhe ti, sepse unë nuk isha në atë moment, isha këtu duke përgatitur për dalë për pjesën time, ditë bëra 2 klipe, edhe i them miqvetmi, cilët kishin ardhur nga Shqipëria, që dua t'i përshëndes nga zemra, Gjinën dhe Lorencën, Studio Roshi. Ata erdhen nga Shqipëria këtu nga Lezhë për të ardhur për të bërë klipat, edhe unë i them merë edhe Ibrahimin fut atë, ta më bëne një skenar shumë të mirë, më thënë, o nanosh, se nanosh më thiren, o nanosh, po sa ide ti ki, po i tham, po vetë fakti se teksti është i tillë dhe do t'i shkonte shumë mirë, edhe vjera ime shumë mirë, luan të atë pjesë, edhe kështu që klipi, unë nuk kam qef shumë për të harxuar, por të paktën ca elemente për ta përçuar mesazhin. Mandej edhe mirë. Mesazhi më i bukur kur kënga është për prindrit, është familja. Kështu që edhe kritika respektojnë prindrit, vjerrit, kur i respektojnë familjarët që i futin në klip, ata janë edhe i japin një honi, e madhështojnë sigurisht edhe projektin edhe bashkëpunimin. Po, patjetër. Përveç se këngëtare, ju keni bërë edhe moderatore. Na flisni pak, Fatimja si moderatore, ku ka punuar? Shumë interesant është për moderim, sepse unë jam një tip që çfarë do që bëj, kam qef me provu punë të reja dhe tham pse jo si autodidakte, provoj atë edhe pa qenë gazetare. Se s'kam të kryer, domethënë një profesion të gazetarisë është fjala. Dhe vërtet për moderim duhet të kesh një eksperiencë. Dhe unë gjithmonë kur më propozonin dikush për të dhënë programe, për të përgatitur diçka për dalë në skenë, unë asnjëherë nuk refuzoj. Edhe kam qef të bëj eksperienca. Po kam punuar këtu, kam pas edhe emisionin Tema Art Kult, por që pastaj u bë dhe ndodhi dhe pandemia dhe pastaj shkaku i frikës njerëzve, shkaku që në atë kohë ishte pak problem, shpesh herë ndodhte që ta anuloj emisionin, nëse dikush ka qenë për shembull me virus, tjetri ka pas kontakt, s'kishte të drejtë me ardha dhe kështu mandej unë e lash emisionin, por që në moderim kam vazhduar vazhdimisht, bile ka pas patin këtu edhe presidentën Republikës së Kosovës Vjosa Osmani ta intervistoj në intervistën në parlamentin e Bernit, ku për mua ishte një eksperiencë veçantë, ishim disa gazetarë, kishte gazetarë nga Italia, nga Zvicra, nga Franca, nga Gjermania, por që më kujtohet shumë mirë në gazetë, ishte një gazetare nga Italia, cila kishte shkruar atë italisht, ku e kam burri e ka marrë atë pjesë dhe e ka rritur dhe e ka vendosur në mur.
edhe aty shkruante që në parlamentin zviceran të Bernit, italisht shkruante, Vjosa ka qenë dhe është intervistuar. Edhe më kujtohet shumë mirë se kisha frikë që ndoshta presidentja nuk do të më jepte intervistë, pasi që unë isha zgjuar shumë herët, ora 7, e pristim para parlamentit 3 orë më tepër kemi pritur atë, dhe thash më në fund do të pres edhe 2 orë tjera dhe nuk mund ta kem në intervistë. Isha me një televizion këtu nga Gjeneva, jo aty ku punoja, në Zvicrën Gjermanofolse, por isha në televizion Alp Suisse TV, me drejtor Hekre Maliqi, që dua ta përshëndes, ai më besoi punën time dhe më tha Fatime, më duhet ta një moderatore, një gazetare, po thash unë jam me profesion, tha po tha ke mjaft një ori dhe do të kishte qenë mirë pasi që je edhe femër dhe dua që ta marrëm një intervistë. Më kujtohet shumë mirë, afër 8 minuta intervistë me ka dhënë presidentja. Dhe tani kur e takoj, një herë i thash, a ju kujtohem kur ju kam intervistuar gjatë pandemisë, po shumë mirë. Edhe është një eksperiencë shumë e mirë. Për ata që duan, sepse mendoj që çdo profesion apo çdo punë që e bën duhet ta duash dhe padyshim që se kam qenë edhe në disa vende tjera, kam qenë në Kombet e Bashkuara, kam qenë në Parlamentin e Gjenevës, por fatin që kam pas për të marrë një intervistë presidenten në Parlamentin e Bernit. Ne folëm për artin kaq shumë sa mund të mendojmë se Fatime është vetëm artiste. Merret vetëm me art dhe ata e ka punën e përditshme. A mund të më thuash, a është puna e Po, as do flasi, faleminderit, edhe profesioni jot në jetën e përditshme. Shkurt, se kemi pak minuta në dispozicion. Unë punoj me fëmijë e një tjerë dhe i dua fëmijët. Kam punuar me të moshuarit, por që jam një person që jap shumë dhe lidhem shpejt me njerëzit që kanë nevojë. Siç kam punuar si asistente për një doktor dhe kam qëndruar për 8 vite deri në ditën e fundit të jetës së tij, deri në vdekje. I kam shërbyer edhe kur ishte në spital, dhe ai kërkonte vetëm ndihmën time, sepse unë e lexoja mimikat e tij dhe nuk ishte nevojë për të më folur, sepse lexoja mendimet dhe syt se çfarë kërkonte dhe çfarë kishte nevojë. Ndërsa pas vdekjes së tij, fëmijët dhe bashkëshortet më tha ti nuk do të punosh më për persona të moshuar, por do të punosh diçka tjetër. Dhe unë faktikisht punoj me fëmijë dhe e kënaqem me ta. Sigurisht që është kur edukohet një brez dhe fëmijët janë të padjallëzuar kur janë të vegjël, ata çfarë shohin bën. Dhe kjo më pëlqen, thjesht për ata jam aq me energji sepse fëmijët asnjëherë s'të marrin energji, por shkëmbejnë energjinë dhe dashurinë pa kushte. Faleminderit Fatime, kjo ta shton edhe më tepër pjesën artistike të jetës tënde, që të punosh me njerëzit si fëmijët, si të moshuarit, është nder. Dhe do të pyesja, do përshëndesësh ndonjë sonte këtu, se minutave ju erdhi fundi, emisioni mbaroi, kaq e kishim. Unë do vazhdoja më tepër, po ja, kjo është ora jonë. Me që sontes kemi pas mundësi të i lexojmë edhe ti përshëndetjet mesazhet dhe ti falenderoja të gjithë ata që ndoshta kanë shkruar, kanë komentuar, po edhe nëse jo, unë dua ti përshëndes nga zemra dhe dua që jo kanë komentuar, këta them unë, po kemi një defekt teknik që unë si lexoj dot sonte dhe emisionin e parë do lexojmë edhe mesazhet e këtij emisioni. Dhe unë ju kërkoj falje të gjithë teleshikuesve. Ju kërkoj falje që sonte mesazhet për një defekt që kemi në kompjuter, nuk i lexoj dot, në telefon nuk i lexoj dot të gjithë mesazhet. Por kënaqësia është që arritëm të lidhemi dhe faleminderit që ishe me ne sonte. Kjo ishte një kënaqësi, paktën arritëm të lidhemi sepse ishim që në fillimet e emisionit me defekt kompjuteri edhe telefoni. Kështu që teleshikues, ju kërkoj ndjesë edhe njerë që nuk kemi lexuar mesazhet sonte,
Ja ku erdhi fundi emisionit për sonte. Falenderoj jashtë mase të ftuarën tonë dhe i uroj gëzuar festa, se dal nga dal po vinë festa. Gjithashtu të gjithë teleshikuesve ju uroj gëzuar festa, ndoshta do rishifemi përsëri, por jemi në prag festash dhe po bëjmë urimet tona. Faleminderit emisionit tuaj Një Dritare, sepse kjo më them që ishte më shumë se një dritare, bashkoi krijuesit, bashkoi zemrat tona dhe mund të them që përmes këtij emisioni unë njoftëm më tepër, sepse është shumë e rëndësishme, shpesh herë ndodh që njerëzit nuk janë edhe aq real si duken në rrjetet sociale, por në këtë rast përgëzoj edhe ty edhe për lukun, për dukjen dhe për këtë energji pozitive, sepse ashtu siç ke reflektuar në fotografi edhe të njoha personalisht, domethënë përmes rrjeteve sociale, kuptohet përmes intervistës. I falenderoj gjithë ekipin tuaj, e falenderoj profesorin Gjin Musa, përshëndes nga zemra dhe ju uroj shëndet, por gjithë ata që na kanë ndjekur, na kanë përcjellur dhe kanë pas durim të na durojnë një orë. Që kemi qenë Faleminderit. Urin e festa. Me gjë tjetër. Sukses. Veç t'ju themi gëzuar festat dhe natën e mirë. Mirupafshim.